A i pëlqen shpejtësia dhe si trajton stafin, mediat britanike zbardhin rregullat strikte që Musk ka vendosur gjatë udhëtimeve strikte. Detaje nga udhëtimet private të Elon Musk janë zbuluar pas një sulmi kibernetik ndaj kompanisë NetJets Inc., duke e nxjerrë në dritë një dokument që përshkruan rregullat strikte të miliarderit gjatë fluturimeve me avion privat. Sipas dokumentit, Musk përshkruhet si një person i sjellshëm dhe i qetë, por stafi i bordit duket të shmangë çdo bisedë, përveç se nëse u drejtohet ai pari. Ai kërkon që kabina të jetë në temperaturë të ulët rreth 18 gradë Celsius me sistemin aerosjes individuale të fikur pasi nuk i pëlqen zhurma. Dritat duhet të jenë të zbehta pasi shpesh preferon të flej gjatë udhëtimeve, edhe kur janë udhëtime ditore. Ai është gjithashtu shumë i ndjeshëm ndaj ndërprerjeve të internetit gjatë fluturimit, por nuk preferon të ofrohej ndihmë teknologjike pasi zgjidh vetë problemet. Dokumenti, siç raporton The Sun, nënvizon se Musk nuk shqetësohet për kursimin e karburantit, por dëshiron që udhëtimi të jetë sa më i shpejtë dhe direkt. Kjo bie në kontrast me imazhin e Tesla si kompani e përkushtuar ndaj energjisë së pastër. Avioni preferuar i Musk është Gulfstream G650R, një nga avionët privat më luksoz në botë. Ai përmban 3 ambientet veçanta, pajisje moderne teknologjike dhe ekrane të shumta, internet gjatë fluturimit, sediljet që shndrohen në shtretër, 2 tualete me lavaman prej graniti, si dhe një kuzhinë me furrë dhe mikrovalë. Dritaret dhe tavolinat kontrollohen me butona, ndërsa avioni përshkron rreth 12.000 kilometra me shpejtësi afër mbi 1.200 km/h, duke mundësuar fluturime ndërkontinentale pa ndalesë.